Mëngjesin e sotëm përfundoi numërimi për votat preferenciale në 2 KZAZ, 55 dhe 56 të Bashkisë Lushnjë. Kandidati më i votuar nga radhët e Partisë Socialiste doli Asflorial Haxhiu me 9829 vota, i ndjekur nga Alton Korreshi me 5271 vota, Maldrita Bardho 3042 vota dhe Përparim Arapi 1815 vota. Ndërsa nga kandidatët e Partisë Demokratike, më i votuari ishte Gentian Çela me 6441 vota, kurse të gjithë kandidatët e tjerë morën 9500 vota. Ndërkohë vazhdon numërimi në Bashkinë e Divjakës dhe Fierit dhe deri tani janë 3 kandidatë të Partisë Socialiste që marrin mandatin e deputetit: Asflorial Haxhiu, Alton Korreshi dhe Maldrita Bardho. Ndërsa janë duke u numëruar votat e diasporës, Partia Demokratike rrezikon mandatin e 4 në listën e mbyllur, deputetin Sajmir Korreshi, ndërsa Nisma Shqipëria bëhet do edhe rreth 500 vota që të marrë një mandat në qarkun e Fierit.